internet për shoh hoxhallar që po dalin me gjëra që po gjejnë për vende ndryshme shtëpive, kuklla të lehta me gjëra të shpume. Dhe me fotografi që janë marrë për internet, ke thonë shpjegim të vogël, po është po pyet, a janë të vërtetë ato që mund me ndodh apo jo? Po munden me ndodh. Munden me ndodh. I përmbledhje që duket e telefonuesës, nana jeme nuk kërkon 5 vakli, si ka fal, po ka pas rast edhe që o fal, ko pas kohë, ka bo dhikër shumë, edhe në kohët më të këqija ose edhe më të mira. Gjithmonë i ka ra sejdë Allahut. Unë bëj shumë dua për ta, edhe jap ndihmë për Palestinën dhe palestinezët, me theks tash për Gazën. Jam shumë e shqetësuar për gjendjen e saj. Edhe një pyetje thot vlera e istikfarit është bërë rutinë me e përkufizën 1000 herë, a është veç 1000 apo edhe më shumë, edhe çfarë lutje është bëj konkretisht për veten dhe për lehtësim të gjendjes së nonës. Selam aleikum nga motra telefonatës. Është e zota pak apo nështë jemi në rregull, kështu është përmbledhja. Mas pari do të me lutë Allahun që ta falë Allah për ato lëshime, gabime, se nuk është në rregull gjendja me përfundu jetën pa namaz, ose herë me namaz, herë pa namaz. Po, sido që tjetë, mu lutë për nonën, derisa është deklaruar që është muslimon, është falë herë pas here, ka bot dhekër, ka bot do, mu lutë, edhe kjo mota tha lutën për të jep, tha për nevojtarët, edhe kjo është në rregull, se nuk ka punë më të mirë që mund të bën fëmiju për prindin e vdekur se sa doja. Pastaj sadakaja, e kështu me radhë, e istikfarin 1000 s'ka thonë kërkush, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka përmend që në një ndej apo në një mezhlis i ka kërku falë Allah deri 100 herë. Edhe nuk tha kërkush 1000, as 100, as 2000, sa të mundesh kërko falë. 50, 30, 100, 200, 500, 1000, 2000, sa të dush kërko falë, bile sa me rëndësimi numru heq. Kërko falë. Po s'pe di sa kom thonë, po pse po të hupte Zoti? Nuk ka nefar problemi kjo që të është vëllai bona 270, ti kisha bot 250 ose 300 rafsh, po s'ka lidhje. Në është me bot 299 dhe në rregull është. Kemi telefonat, s'kemi. Shkurtot ilaçi më i mirë për heqjen e vezveseve gjatë gjithë ditëve tonë. Nuk e di. Çu s'ka më dukur pjesë, po. Si çdo sen tjetër kur na shqetëson, ilaçi më i mirë është me marr abdes dhe me fal namaz. Edhe pas namazit nëse ki shqetësime, sa më shpesh me thonë a'udhu billahi minash shaitanir rajim, i kërkoj Allah mbrojtje nga shejtani i mallkuar. Sa më shumë me thonë. Një këshill të radhës së hoxha sipas mësisë për të gjithë tregtarët, me theks ata që po ngrisin çmimet me apo pa arsye, por edhe për tregtarët e kerrëve. Po këshilla është me pas frikë Allahun, me qenë korrekt me klientët e tyre, apo me blerësit e tyre, me përmbajt rregullave të tregut, që shën treg rregullat, çmimin e ngrit se cili sa don është i lirë për çmim, nuk është nevojë probleme. Të nëse e keni kerr që bën 10.000, ata më mendon që mundesh me shit 50.000 në 100.000 jo. Pse? Se vlerën e kerrit e cakton tregu. Për shembull, një Golf 7 dihet për afërsisht asile. Këtë e di, s'mundesh ti me mashit mua ato 100.000 euro. As kërkuj s'mundesh me ashit. Kështu që e ngrisin çmimin e zbresin është e drejtë e tregtarëve. Po dhe neve blerësave, na kalon Zoti të lirë, drejt është me hulumtua, s'po du me marr pej teje, shke man karetash. Po, s'ka problemi, e kena gjetë ma lirë, po kry ma beti. Pse me bleu në këtu prej shqiptarit kjerën për shembull 20.000 euro, kur 15.000 e blej atje. Me dogan me krejtë, më del 4-5.000 euro ma lirë, ose 3.000 euro ma lirë. Kry ma beti. Kështu që caktimin e çmimeve nuk mund ta bën hoxhas, nuk mund ta bën shteti, e bojnë vetë tregtarët. Nuk është ndonjë problem, po me qenë korrekt. S'mja dhon kerën në bllokum, apo pranë bllokimit, nëse e din. Mos m'ja dhon kerën me kilometra të fshime, i ka 200.000 apo 100.000, kjo është haram. Kjo është vjedhje. Mos me bo berrajshëm, me thonë po pasha Zotin këtë kerën e kam që sa, a kerën e ke marrë që një muj ditë, ose që një javë ditë, kështu me radhë. Keni frikë Allahun sa të mëni, sepse çka do të bëni, ato do të shihani. Si ato mashtrimet, rranat dhe lloveret, si atë korrektësin, sinqeritetin, seriozitetin. Hoxha si me spjegu
gjendjen e mirueshme tonën të atyre njerëzve familjarëve që gjatë varrimit rrinë jashtë hotelave dhe pinë cigareve, sa përmendën diçka për atë. Po vallajn edhe me shqetësu se gjendja atyne nuk ka të varrimi. Po është që si falaj 5 kohët hiç, se nuk ka ty bë problema e fal namazën e babës tanë, e babës temë ose fal. Kur pra problemi nuk është. Shumë i vogël kjo. Problemi i madh është ta fal as farzën e sabat, as drekës, as të kindis, as të akşamit yatsis, e tani dikush po pret po xhenazës, pa i zdehesh me fal. Hiç nuk dënej, kur gjë. E dresa si fal farzët, që për ato ka mu djengë zjarë xhenemit, për xhenazët babës tanë e temit ai smërzitet edhe se pyet Zoti bile fort ato. Kështu që mos u shqetësoni me ta. A është e keqe kjo po? Kjo është, domethënë, një zhvillim i keq që po bëhet te populli unë, njerëzit shkojnë në varrim, edhe në varrim nuk merr pjesë, pastaj aty në lutje nuk merr pjesë në namaz apo të për çfarë po shkojnë veç me shiku njerëz. Një si fajtësi kështu domethënë, vepra sa përsye faqe. Kemi telefonat. A do të kemi lecem apo do të kemi ndonjë privilegj në fëmijët prindët e të cilëve kanë vdek duke qenë të kënaqur me neve dhe kujdesi ndonë ndaj tyre? Sigurisht. Sigurisht është një begati e madhe me dek nana dhe baba duke qenë të kënaqur me fëmijët. Është një begati e madhe, kuptohet nëse fëmijët janë besimtar, praktikues të fesë. Se nëse janë praktikues të fesë, s'jeni më kur gjë. Sta vetë Zoti ty ja ka qenë prindi i kënaqur na ja. Ka me vetë një për namazën, ka me vetë për zekatën, për agjërimin, për haxhin. Nëse namazën nuk e ka, këtë tjerat i ka më vështirë. Nëse namazën e ka, tjerat janë më lehtë. Ama nëse i ka këtu, do me thonë i ka kryer obligimin ndaj Zotit, pastaj edhe prindët janë të kënaqur, kjo është begati e madhe. Kjo është sukses i madh. A me quhet sprovë për të mirë apo për ndryshe mosdhënien e fëmijëve disa prej nesh? Mos çka? Mosdhënien e fëmisë disa prej nesh. Pas ka fëmijë, nëse s'kemi pas, a me quhet sprovë të mirë apo jo këto? Ne që s'kemi fëmijë. Do me thonë që nuk kanë fëmijë, është sprovë, po është sprovë, e mirë është kjo. Mos provuar, njeriu në këtë botë ka ardhur. Me pa Allahu, edhe pse Allah e din më mirë, po me pa konsilin tonë, reagimin tonë. Sepse njeriu në këtë botë përballet me sprova të ndryshme, edhe nuk di që të ketë ndonjë njeri besimtar musliman që s'ka ndonjë sprovë. Dikush s'ka fëmijë, dikush ka fëmijë të smur, dikush ka fëmijë me probleme, dikush ka fëmijë problematik, dikush që s'ka fëmijë ju merr lakmi këtyne që kanë fëmijë, dikush që ka fëmijë ju merr lakmi atyne që s'kan fëmijë fare, sikur i shohin ata që po kënaqen, s'kan fëmijë, s'kan gjëra problemesh, kë hiq nxit e ullirit me i rrit, me i edukue, e s'edukohen që duhet, nuk sillet që duhet, tani merr lakmi atyne. Po se cili prej nesh jemi duke u përballë me sprova, dikush më pak e dikush më shumë. E nëse personin fjalë i ka punë të mirë, raportet mirë me Zotin, i kënë detyrimet, i kënë obligimet ndaj Zotit. Zoti si ka dhënë fëmijë, po don Zoti me provu pak, me provu a ka durimin në rregull, e ka mbështetjen në rregull, e ka kaderit caktimin bindjen në të që duhet të rregull. Edhe si ti ka këtu në rregull, pastaj Allah është shpërblen ose këtë botë ose edhe për botën tjetër, atë shpërblimin botën tjetër shumë i madh. Po këta që s'kan fëmijë, gra po burra qofshin, këta do të begatohen me fëmijë në botën tjetër. Do t'ju jep Allah fëmijë. Edhe për një moment, sa qelim shëlsyt, lindja, rritja, krejt ato, edhe do t'i marrin do me thonë të përkatitun prej Allahu te bareke ve teala pak të ka disa transmetime që flasin për këtë. A jemi në rregull me xhuman tonë që përfalme në xhaminë e madhe në Prishtinë si në kohën e xhumas së dytë në pamundësi për dalë të gjithë për një herë nga puna? Pyet. Po në rregull është, derisa nuk ka mundësi ndryshe, Bashkia Islame nuk e ka bërë këtë sa përsye faqe apo shkele shkaq që në disa xhami më fal 2 orë xhumë për shkak të nxënësave, studentave, për shkak njerëzve që punojnë për institucionet publike apo private dhe ju pamundësohet me fal namazin e xhumos me orarin e parë, atëherë është çka edhe orari i dytë për ata të cilët nuk mund të përgjigjen thirrjes në kohën e duhur, edhe ajo kohë tjetër është në rregull, edhe është e pranuar tek Allahu te bareke ve teala, po lutë Allahun e madhruar që në të ardhmen, jo të largët,
shteti jonë apo pushtetarët tonë të vetë disohen edhe të amundsojnë atyne që në besimtar muslimanë dhe shkojnë xhami që ta kenë mes ditën të lirë ditën e premte. Paktën mbile një 2 orë me pas, prej orës 12 deri në ora 14 me fal namazin e xhamas. Pyetje pak sa e gjatë edhe ngatruar, është ndërruar, do të mundohem me lexuar ndërkohë. Telefonus ose telefonuese nuk kemi. Selam aleikum për ju dhe hoxhën e nderuar. Deshta më bën një pyetje, kam një hall të madh. Kam bën të kaluar një mëkat të madh tani për të cilin jam penduar. Jam martuar dhe Zoti ka furnizuar me fëmijë, edhe tash të gjithë bojmë namaz, tërësisht si familje. Kërkush nuk e di për këtë gjëna përveç meje dhe Zoti si ta kaloj këtë situatë, sepse ka nisë me bëhet brengë shqetësim i madh sot se po kam nganjëherë natën edhe ankth ose probleme frymarrjen. Po ajo pas ka kalue, derisa u pendue, edhe derisa Zoti nuk ja ka zbulua të keqe, atë mëkat atëherë e mban ashtu edhe pendohet tek Zoti dhe vazhdon jetën, se s'është bo kiameti. Se nuk ka njerin këtë botë pa gjënahe. A më bash një njeri nuk e gjenë sot që ma që kë nuk ka gjënahe. Natyrën njeriu me bo gjënahe, me bo gabime. Shëra për gabime të vogla. E nëse është gabimi shumë i madh, i ka hin hak njerëzve, do të mi kërku falje njerëzve. Do të mi kërku falje atyre që i ka lëndu apo i ka dëmtu. E nëse ka dëmtu veç vetën, e ka gjënahet në raport me Zotin, atëherë veç Zotit i kërkon falje, ndjehet keq për atë kalume, edhe vazhdon ato të keqen e pason me punë të mira, sepse punët e mira i fshin ato punët e këqija. Pendimi i fshin gjënat, haxhi i fshin gjënat, agjerimi i fshin gjënat, namazi i fshin gjënat. Gjitha këto i bën edhe shkon i pastë tek Allah. Ankthin e frymarrjen problemet e ka pëlqyer me kalu në fund? Wallahi me kalu me namaz, me dhikr, me dua. Nëse këto shqetësime janë të vazhdueshme me shkullot e mjeku, me kontrolluar, nëse ka ndonjë problem diçka shëndetësor, s'mos ajo në dikush të ketë çast shqetësimi, çast madh për një gjëna që e ka bë, edhe ti zinet fryma ton jetën. Njërin runa zot, pezoshë pas ka vrarë njërin. Runa zot. Ai njëri s'mund të më ngjalltën, më ka vrarë. Pas besoj që ka bë çat gjëna, po shembull. Kështu që çka do të ketë bë, do të më ditë që mëshira e Allahut është më e madhe. Falja e Allahut është më e madhe. Pse? Se Allah thotë wa rahmeti wasi'at kull shay. Rahmeti, mëshira ime përfshin çdo gjë. Përfshin edhe gjërat e tij. Edhe gjërat tua, gjërat e mia, edhe gjërat e tij, edhe gjërat e këtij. Çdo gjë. Në ka në botë ndonjë gjë që është më e madh se sa mëshira e Allahut te bareke ve teala. Mundësia e falës është e madhe. Pse kush i përzihet Allahut që mos më na fal? Vetëm e thash edhe më herët, nëse i ka hin hak njerëzve, do të më kërku falje njerëzve. Ama sa i përket raporte me Zotin shumë ma lehtë. Si musliman që mund të kemi lakmin këtë dynjat, e tha edhe hoxha që ka për atyre që lutën me madhën Zotin veç në këtë botë. Qysh me përmirësu gjendën tonë me u lut edhe me meritu shpërblimin në të dy botët. Me u lut qysh ka thonë Allahu. Ka për jush që thonë Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Lutë Zotin, o Zot, na jep të mirat e tua në dynja, në jetën e kësaj bote, dhe të mirat e tua në botën tjetër, në botën e mëshueshme, në botën e ahiretit, edhe që na ruaj nga zjarri i xhenemit. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. O Zot, më fal mua, fali prindërit e mi, edhe besimtarët muslimanë ditë kur do të japin llogari. O Allah, na fal, na mëshira, na udhëzo, na drejto, na i shto të mirat e tua. Pas të me lutë Allah, ti e ndryshuesi zemrave, forcoje zemrën time në fenë tonë. O Allah, unë kërkoj xhenetin dhe çdo punë që na afron tek xheneti. O Allah, më mbroj nga xhenemi edhe çdo punë që më afron ka zjarrit të xhenemit. Plot do ka, sidomos tash i kemi edhe në gjuhën shqipe të përkthyera në librin Boroja Muslimanit, që kish me qenë e udhës edhe kish me qenë marrë edhe mirë pas Koranit fisnik, që libri i vogël apo libri thim Boroja Muslimanit me qenë në shtëpitë tona. Në telefonin në +383 45 47 1848,
drejt për drejt në numër ose në Viber e WhatsApp. Nëse kemi probleme teknike ne ende ju kërkojmë të falur, nuk e dim nëse kemi probleme apo jo. Ndryshe pranojmë telefonatët në numrin e si për lexuar, si tek rubrika dërgo mesazh, shkruani pyetjet tuaja. Përveç të dhënave për lindjen dhe vdekjen na bën të shkruhet kullu vallahi dhe elhami në varrin e gurit të prindërve ta. Jo, s'ka nevojë, as ato dhonat e lindjes së vdekjes, as ka nevojë kullu Allah, as një sure heq bila, bash sure të zbëhet aty të vdekurit. Aty runa zot shkanaj moca, shkanaj qenë aty orinan, runa zot, ku di në kush çka bën aty te varri. Kështu që nuk ka nevojë. Edhe ato që shkojnë kur ka lindje, kur ka vdekje, ato s'ka nevojë, pse kuna po intereson kur ka lindje, kur ka vdekje. Po familjarët intereson, familjarët i marrin shënime të shtëpia. A mos më anë atë në godë dvorët aty, ose me shku për shembull këtu po shan, ku pe dim na po shan, apo vun, apo knaqet, apo heka zote e din. E dikush që shkon këtu po shan, i dashurin filani, i lindur me kaq, i vdekur me kaq, përmendorin e ngriti, i biri filani, me të bita, me të bie filanin, lusim Zotin kështu. T'ja vëlla referat po shkon aty në gurë dvorrit, s'pas ka me dikun tjetër me fol për babën e për nanën, me kujtu babën e nanën, po pas ka me në gurë dvorrit. Këto janë formalitete të skajshme dhe të panevojshme dhe të padobishme. Problemet familjare nuk kanë të ndalur hoshtot, por ju dëgjoj me vëmendje dhe duam një këshill nga ju për ne çiftet që duam dalin nga njëri tjetri pa ndonjë shkak ose arsye të fortë. Selam aleikum nga ne të dy. Shumë interesant. Ndarje pa arsye. Pa shkak, pa arsye, po. E valla që kjo. Vesh po do mundo. Kjo ka prodhimi 2026 në vitin tjetër. Pa argument, po thot tash edhe pa argument, ma bëni Allah, nëse komunizuar pa argument, po edhe këtë pas ka thënë pa argument. Një shtesë. Nuk kemë marrë vllas, po dia vlla mo të kush me bën pyetje. Jo, për të dytë po thot. Ty dëgjojmë për shumë të dytë. S'keni marrë nevojë, çka ju ka rrok dreshi kështu para vete. Çka ju ka rrok shkitoni para vete, mund do pas në shkak, çysh ndahet njëri. Pa shkak pa arsye, pa argumente pas ka. Ta kanë dalë për të mashallah që thonë. Në kom dëgjuar në jetën tëm shumë ndarje ose tentim ndarje për probleme, xxx probleme. Ha më për çef më nda. Këto veç të evropianë të gjonë, të këta të tjerët, ose këta të pafete, ke po këta jetojnë një 5-10 vjetë, edhe si kur o hargju dashunia, o konsumu dashunia, po ndami, edhe se kam problem. Pastaj mas i nda, ndalim pinë kafe, pastaj nësha shkojnë edhe në pushime verës. A më thët i na nda në një paqësore. Ja, s'kate na mos të më të këndash në një paqësore, në kate më avru atë, si që me thonë, si këta të pafete, ashtu me bodo veprime. Kjo kështu është e çuditshme, nësë pas në dëgju kështu, gjithmonë, jo dhuna, jo mashtrimi, jo kjo, jo, i qënë deri të ndarja. A mo, s'kem arsye, s'kem argumente, s'kem kurgjo, veç po dojna munda. Allah ju zofte, i drejtofte, i shërofte, në ashtu pas ka nevoj pak edhe me shkute në psikolog, pak me këshilua, në psikolog ose psikologa muslimane, ose të nej hoqë, me shku kështu në live edhe me këqyr qka është. Konsultu qka është. Mos i ka rrok në e farë fyshja, në e farë gjinja, në e farë magjia, zote, dhe nëse, sinqerisht po thëmë, njëri pashtë sy më ndohtu, së di. Këtu ka një defekt, që ka një problem që duhet të trajtuar dhe nga dalë në të ardhën. Kemi telefonat rëzia, apo kemi probleme, ose s'kemi telefonat. Dhe po vazhdoj të përsëris numrin për çdo rast, +33 45 471 848. Në Viber, në WhatsApp, dhe për drejt në numër. Si dhe tek rubrika, dërgoni mesazh ku ju dërgoni pyetjet tuaja me shkrim. Sa mund na lehtoj jetën e varrit dhe një sadakas për neve që jemi gjallë për gjërat tona që kemi bërë të kaluara, thot pyetja radhës. Po sadakaja mas pari kënaq Allahun te bareke ve taala. Po kush jep sadaka, çka arrin kënaqësinë e Allahut, pse? Sepse sadakaja nuk është obligative, nuk është farz. Nuk është farz, zakati është farz. Dhe duhet patjetër më vonë. E jep shpërblesh, nuk e jep dënosh për zakat. Sadakon, farz nuk e kije. Por çka është e dashur, e pëlqyer tek Allahu. E jep shpërblesh, nuk e jep nuk dënosh. Do thonë e para arrin kënaqësinë e Allahut te bareke ve taala. E dyta, sadakaja
Bëhet shkak për me ushtu kush bereqeti. E treta për me ushtu pasuria. Shumë fish. E katërta largon brengat, largon hallet e muslimanëve. E pesta sadakaja e shoqëron besimtarin në momentet të caktuara të krizave të ndryshme i gjindet. E gjashta apo e shtata çka i shëron të smurët. Që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dawu mardhakum bi sadaka, shëroni të smurët tuaj me çka? Me sadaka. Sadaka e bëhet shkak edhe për plotësimin e shumë dëshirave. Kjo sa i përket njëtën e kësaj bote, ndërsa në botën tjetër shpërblimet e lloj-llojshme dhe të shumëfishta të cilat nuk i paramendon besimtarit musliman që ka shumë shpërblime. Pyetja konkrete ke për lehtësimin në varr, domethënë e pas ka sigurisht dhuruesi. Po, sigurisht. Në varr, në ditën e gjykimit dhe ditën e ringjalljes para ditës së gjykimit e gjitha këto, sadakaja është shoqëruesi ma besnik i atij i cili jep. Pa çka? Pa syfaqësi. Jo po japi për reklamoj, japi për meni, po mbuna me ta. Ka mundësi se gjenë hiç. Si të reklamojsh, e si të mburësh, e të krenosh, e të përmensh natën e ditën, ja kom dhonë filanit 100 euro, filanit kështu, po të mëse përmenë vëlla se ke bo ku me ditë çka. Edhe të ke funit ka dhonë prej asaj që të ka dhonë ty Allah. Allah të ka dhonë shumë, ty po jep pak. Pyetjen e radhës se kemi për sportistët. Përgjithësi pyetje që po na bëhet shpesh brosh nuk e di. Të lejuara të ndaluara. E patëm javën e Po, kaluar. dhe patëm javën e kaluar, nuk e di pse më na ori bës si pyetje. Pyetje tjera nuk kemi deri më tani. Telefonata nuk e di nëse kemi apo jo, regjia na bën me dia që s'kemi. Tërësh po e përmbyllim këtu për sonte. Faleminderit, Allah ju shpërbleft. Allah ju shpërbleft juve edhe të gjithë ata besimtarët musliman kudo që janë. Allahu i shpërbleft me të mirat e tij të kësaj bote dhe të botës tjetër, dhe deri në takimin ton të radhës, lut Allahun që të na ruan nga të këqijat dhe keqbërësit, dhe lut Allahun Teala që të na jep mundësi për të praktikuar këtë din ashtu siç është i kënaqur Allahu te bareke ve teala. Allahu na falt, Allahu na uzoft edhe çdo herë në punë të mira dhe me njerëz të mirë Allahu na bashkoft. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selam aleikum, juve hoxhë nderuar dhe selam aleikum juve të dashur nderuar shikues, kërkojmë prap falje për problemet tona teknike, mirëpresim pyetjet tuaja me shkrim dhe telefonatat sot një javë, dorë Zotit takohemi me të mirë me shëndet, dhe atëherë selam aleikum dhe mirëmbëjtje.